Më pyeti dikush në Instagram, kërkoj këshill, si të bëhem i pasur, tha. Po i kthej përgjigjen këtu. Kur të bëhem i pasur vet, e ta zbuloj se si bëhesh i pasur, do të ta them që të bëhesh edhe ti i pasur, më tepër se sa unë e se gjithë të tjerët. Por mendoj se nuk bëhesh dot i pasur duke ndetur në shtëpi, duke ndetur në divan, duke ngrënë kokoshka, duke parë filma apo scroll në rrjetet sociale. Nuk bëhesh i pasur duke ngrohur vezët, por bëhesh i pasur duke studiuar fort, sepse edhe ato mësime të cilat ndoshta në jetë nuk do të shërbejnë asnjëherë, të mësojnë diçka shumë të rëndësishme, që është disiplina. Vullneti, disiplina që të mos ndalesh përpara vështirësive, që sa herë të biesh, aq herë të çohesh. Dhe sa herë të vritesh, mos e bësh por të mikosh plagët e të ecësh përpara.